Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ky program mundësohet nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Një program I ri me yje të vegjël. Mirëmbrëma Yje Kids, me disa nga fëmijët më të çiltër, më të zgjuar, më të ndjeshëm, më kurioz dhe më të sinqert që kam njohur. Çdo të diel, ora 18 në kanalin Arbana Osmani në YouTube. Ajla, e gati. Si e Eli? Mirë po ti. Shumë mirë. Nga jeti? Nga Shkodra. Unë kam një dobësi për shkodranët. Çfarë dobësi e ke? Kam një dobësi që I kam shumë për zemër. A di pse? Pse? Burrin e kam nga Shkodra. Edin. Edin. E njeh Edin? Po e njoh. E ke takuar ndonjëherë? Ja. Është shumë I mirë. Është një çun I shkurtër, I vogël, pak I shëndosh. Se ke parë asnjëherë? Ja se kam parë. Çudi. Del në televizor. Me çfarë merresh ti? Unë jam në kurs për basketbollin, për pikturën edhe për anglishten. Gjithë të gjëra. Dhe me fut mami edhe në piano, kurse babi dhe me fut edhe në futboll. Të bësh kaq shumë gjëra? Po I bën dot kaq shumë gjëra ti? Po I bëj. Pse? Ke kohë të lirë? Po I kam. Okej. Çfarë klase shkon? Në tretën. Si është jetesa atje në Shkodër? Shumë bukur. Mu pëlqejnë bicikletat, edhe Shkodra njihet për qytetin e bicikletave. A vërtet? Se ka shumë bicikleta atje? Po. S'kam qenë asnjëherë në Shkodër. Po t'ja ke marrë burrin për Shkodrës. Po e kam me kanë. Po pse duhet me qenë patjetër? Duhet me shku patjetër? Nuk është e nevojshme. Ha, pra. Por mendoj se ke kanë. Jo, s'kam qenë, jo. S'kam qenë asnjëherë. Ma përshkruaj pak Shkodrën, si është qyteti? Shkodra ka një kala shumë bukur, edhe ka legjendën shumë veçantë. Si është legjenda? Është një legjendë me 3 djem, Okej. që I prishet një mur. Okej. Shkodra ka kulturë, Si është kjo punë e legjendës? 3 djem që I prishet një mur? 3 djem që ndërtojnë një mur, Po. I prishet një mur Po. natën. Po. Aty një plak I thet që ju duhet me marrë një tafër tënë, Okej. një për familjes, edhe me lënë kala, si me të thonën, me bë prej gurit, edhe një vajzë, edhe kanë bë prej gurit një grune djalit vogël, Po. të djalit, edhe aty kanë lënë kamen jashtë, synin edhe dorën jashtë, sepse ajo ishte shtatzan. Edhe të shi prap që aty thët legjenda që ka prap lot për asaj vajzës. Sepse ka qëndruar aty. E si quaj kjo vajza? Se di emrin. Rozafa? Afërsisht një ashtu e ka. Rozafa. Prandaj quhet Kështjella e Rozafës? Po. Sa bukur. Po pse zgjodhen nusën e djalit vogël dhe jo nusën e djalit madh? Sepse nusën e djalit madh, aja ka tregu për këtë gjë. Okej. Edhe prandaj ka thënë një ankesë. E ka thënë ankesa ajo. E marr vesh. E çka ka tjetër në Shkodër përveç se kalas? Ka kulturë, ka art, por më shumë ka humor. Shkodra? Ne çojmë humorin. Me vërtet? Po. Bëni humor jo shumë, a? Po e bëjmë. Hajde më bëj pak për qeshur mua, të më tregosh një barsalet. Si di shumë. Po si do më bësh për qeshur për ati që ke humor? Po gjyshi jem din më shumë. Di barsaleta? Po, ai din më shumë. Si e ka emrin gjyshi? Gjysh Kadria, po më ka dek. I shkreti. Kur ka vdekur? 67 vjeç. A e ke njohur ti? Po. Okej, a ke qenë I lidhur me ta? Si lidhur? A e ke dashur pra? Po. A e ke dashur shumë? Po. Pse duen kaq shumë gjyshrit? Sepse ato të duajnë pa ankesa, ato të duajnë pa kushte, ato të blin lodra, duajnë ashtu se që je. Pse flisni kështu ju shkodranët? Po jam të fol letrashe sepse ai në Tiranë. Kjo është letrashe? Po gjysh shqip, gjysh letrashe është. Gjysh shqip, gjysh letrashe. Okej. E si është shkodran që me fol? Për me fol po eha,
Për shembull? Për shembull, ju e thoni për shembull, ne e them për shembull. Okej. Tjetër ç'a thoni ju ndryshe? Po shumicën e fjalëve e them ndryshe. Ashtu, a? Arbana, si e thoni për shembull? Arbana, emrat përveç mesin Njësoj. ashtu. Okej. Po për shembull si thoni lëng? Lang, Lang. Si thoni patates? patate, Si thoni kameras? kamer, Si thoni biçikletës? biciklet, Si thoni tavolinës? tavolin, Si thoni vëllait? vlla, Si thoni motrës? motor, Motor. motor, Thuaj motor. motor, Motor. motor, Motor. motor, Jo motor. Motor. motor, Okej. Nën. gjyshe, Okej. sinon, mam, Nëna. Për shembull, e çova djalin te nëna. e qova djalin te mami, mami gjysha, Okej. Do të bëj ca pyetje për disa personazhe shumë të njohur nga Po. Shkodra dhe do më thuash a i nje apo jo dhe kush janë. Po. Okej? se njaf këtë, Se njeh kët, Benedveci, afër. Idi, Kush ed? o nuk njaf këngëtar, Se njeh këtë këngëtarin e famshëm? ja, Okej. se njaf, Ba? Bala, Balaj. është i portokalis, Si e ka emrin? Aki? se njaf, Akili. njaf kështu, S'njef kështu, po kë njef nga Shkodra ti të famshëm? po s'njaf skemën, S'njef asken asta? ja, Ja. Po s'njef as një person. Kush është personi më i famshëm që ka Shkodra? po se di për këta të famshme. Se di për këta të famshëm. Do bëjmë një lojë? Po, Unë do të të bëj pyetje, ti nuk duhet përgjigjesh as me po, as me jo. në rregull, Në qoftë se i përgjigjesh të gjitha pyetjeve as me po, as me jo, do fitosh një nga këto dhuratat. as me po, as me jo, He, në rregull, je gati? po, Je gati? po, Je gati? jam gati, Ha, pra! Okej. Si e ke emrin? Wenli, Ke motër ose vëlla? kam një vlla, A je i lumtur? jam i lumtur, A të pëlqen futbolli? më pëlqen futbolli, Cila është lënda jote e preferuar në shkollë? matematika dhe arti pamor, Të kamaroria? më ka marruria, Qa do të hash? tiramisu, Ta porosis një tani? po, në rregull, A je i pasur? edhe jam, edhe s'jam, Sa lek e me vete? nuk kam, Po të kishe do mjepje ca lek? kisha për t'i dhenë, Sa lek do mjepje? po si ti kim, Ti kesh pra e ke marrë prindërve? ja, si ka marrë, Ja. Nuk duhet jo. Kush është më e bukur, Tirana apo Shkodra? Shkodra, Pse është më e bukur? sepse unë vi nga Shkodra dhe e një fëmijë Shkodrën. Okej. A do kishe dëshirë që të fluturoje? Nuk do kisha dëshirë. Ku do doje shkoje nëse do të kishe mundësi të fluturoje? Në Legoland. Ke qenë në Legoland? Ja, kam qenë në Ja. Gardaland edhe në Disneyland. Dua të shkoj në Legoland. Mos thuaj jo. A të pëlqejnë kafshët? Më pëlqejnë. Domaca apo qenë? Asnjërin për tyre. Pse?
A pëlqen kafshët? Më pëlqen kafshë të tjera. Çfarë të pëlqen ty të bësh në kohën e lirë? Kohën e lirë me shku te një kushurin jemi, Aha. me luajt futboll me te, ose Okej. basketball. Okej. Po shok të ngushtë, kë keti? Unë s'më the. E rindin, Ha, si është Rindi? Është një fardjali? është djalë i mirë. Ah. Unë kur vram, ajt një man. Aj nuk se të kur javë. Ashtu, ha? Po motra vlezër? Kam një vllaj që quhet Warli. Warli dhe Wenli. Edhe Wina që është momi jem. Si e ka emrin? Wina. Wina. Wejna. Po babi si e ka? Arlindi. Ah, prandaj është Wenli. Pastaj tjetri si e kishte? Vllai? Warli. Warli, bashkim emrash. E pastaj nëse bën mami një motër? Se kina po hala, nuk e dina. A dona me ba, as dona. As doni? Pse? Ndu një vlla, po Okej. mami nuk den. Pse? Se di, nuk e kam pyet. Po pyete një. Pse s'dona? Por mami nuk den me shku ma në spital. Pse? Po nushta nuk e ban. Jo, ma pse se bën. Si bëhen fëmijët? Për zoti, Ha? nëse ai dëshiron që me pasu një vlla, ai qënë tek barku mamit, ai krijohet në barkun e mamit, edhe kur vjen koha, hapet barku edhe merret. Okej. E motër? Mutër unë nuk du mutër. Pse? Ose vëlla më pëlqen më shumë me lujt me te. Losni futboll, e? Po, Po gotat nuk pëlqejnë shumë duket, e? nuk më pëlqen. Fare? Janë i fije më pëlqen, po jo fare. Që do me thënë një fije? Pak, Pak. Po pse shkodranët tonë një fije? pëse një ashtu e kanë gjuhen, Ah, okej. Ka ca fjalë që unë nuk e di, nuk jam e sigurt nëse thuen me dh apo me l. Për shembull, si thuhet? Loma apo dhoma? loma, Po. Lampa apo dhampa? lampa. Dhampa. Lampa, ja dhampa. Lampa, jo dhampa. Me dy leha. Lampa, me dy lëja. Okej, në rregull. Lule shtrydhe apo lule shtrydhe? Lule shtryle. Lule shtrydhe apo lule shtrydhe? Lule shtryle. Lule shtrydhe me dy lë. Me dy leha, po. Po, lule shtrydhe, po. Dhëmballa apo lëmballa? Por këtë se di, nuk e di as si fjallë se qa është. Lëmballa. Se di, Llogari apo llogari? dhogari, Me dhe. po. Po, kaq. Shumë faleminderit. Megjithse ti nuk u përgjigje sakt gjitha pyetjeve, vetëm se je nga Shkodra, e meriton një dhuratë. Po unë kam e ndonë të një dhurat. Vërtet? Po, Ha, ku e ke? ja, Wow, sa e madhe qenka. Mund të hap? hape, Është e bukur? Qa është më? ki për ta parë. Wenli, ti që më ke bërë dhuratë sa i mirë. Prej tash mos ta dëmtojmë. Ta hapi me kujdes. Wow, çfarë është kjo? Ashtë ylli që është bëmbrema yje edhe ylberi që kur ardha këto në kalova me ylber. Oh, Për audicionin që ra shi edhe në thash kër është ylberi edhe kur kalova në ylber. bravo, më pëlqej ka shumë, shumë faleminderit. S'ka gjo, Inshallah të pëlqen dhe ty dhurata ime. do e shofim. Do e shohim, do më thuash nëse nuk pëlqen. Okej. Faleminderit. A i dija të shprehin me ken Shkodran tana i bën? Po e di. Që do me thënë? Po me shkodrani i bën të tona gjanat. Ashtu, a? Po, Po ki Shkodrani im që nuk i bën të tana, që ti them, që ti them këti? po... Po a shpreje, disa shkodrani e bën, disa nuk e bën. Ah, okej. Wow, ki ka bukur.
Pëlqen? Po, E ke për ta vesh atje në Shkodër. Për dalë aty në Faleminderit. pedonale. A den pedonale ti? po. Hë? A keni pedonale atje juve? Shkodër? Ha. Ja, ka në Velipoj. Vetëm atje ka pedonale? Afër kina. Velipoj në? Po. S'kam qenë as në Velipoj. Ku është më bukur, Shkodra apo Velipoj? Në Shkodër. Okej, kur të vinë Shkodër do të them që të ma tregosh pak Shkodrën, se ku duhet shkoj. Pa, do të tregoj nëse vjen. Do vi mor patjetër. Ma tregosh unë se kam idenë fare se ku të shkoj. Do të tregoj nëse vjen. Që ta vizitoj. A ki mu ba, apo vjen ti në herë? Do vi. Kur? Ta ja fjalën, do mund të vi dhe javës tjetër. Në rregull. Do të bëj telefon, më bësh një xhiro Po, në për Shkodër. ta bëj. Jemi shok. Po. Faleminderit Wendy. Ky program u mundësua nga Infinity Office, Kiabi, Natural. Për të ndjekur Mirëmbrëma Yje Kids, mjafton të klikoni butonin subscribe në kanalin Arbana Osmani në YouTube.